Delia. Ku e ka venin Delia? Lëp Macedon. Qita, kena me mësu krejt bashk. Apo? Privat dihet është e kushtueshme, 20 euro është 45 minuta. Ndërsa këto në bas fundeve që i jipen e kemi pa pagesë. Deputet, a ki kohë ti me ardhë bashkë me neve me shku me vizitu objektin tash të atje? Kashin edhe vetë sa ngusht është këto, do me thonë 3-4 veta, apo do këtë sigur jemi me 10. Njerëz, deputeti Elmi Reqica më ka shkru me një problematik, këqëre që kam thëtë. Përshëndetje zoti Pacolli, shpresoj që jeni mirë dhe që punët po ju shkojnë barë, po ju shkruaj lidhur me mundësinë për të xhiruar një historie në organizatën Hendikos në Ferizaj. Hendikos në Ferizaj për shkak të mungesës së hapësirave të mjaftueshme për zhvillimin e aktiviteteve të saj, me ndihmën e donatorëve ka filluar ndërtimin e një objekti të ri i cili do ta lehtësojë zhvillimin e aktiviteteve për kategoritë me nevoja të veçanta. Projekti aktualisht ka ngecur në fazën finale. Me ndihmën tuaj përmes realizimit të një historieje besoj se ky projekt do të mund të finalizohet duke pasur parasysh rëndësinë e madhe që ka për këto kategori. Çdo të mirë, Elmio. Gjithsesi, na ju përgjigjëm kësaj thirrje për shkak se Hendikosi dihet me çfarë kauze merret, na e lam me u taku te zyra e Hendikosit në Ferizaj tash po nicemi. Hajde të këshyrëm sakt çfarë shume të hollash i vyn Hendikosit në Ferizaj për me materializu edhe me funksionalizu objektin që po e përmend, ndërkohë derisa të shkojna, mos harroni, operimet e mia në teren që do që dalë, edhe në studio edhe në teren, i mundëson posta easy, super customer service, edhe super shpejtësi në dërgesa, e po ashtu Delta Group, rjeti me 21 pika i pompave të benzinës, top kualitet e ka naftën edhe benzinën. Jemi në Ferizaj të lokacioni i Hendikosit. Përshëndetje deputet. Si shpejtu kom përgjigja? Me të parën. Ti shkrep me të parën. Edhe shkrep mare mirë, edhe sigurisht që kjo çfarë po angazhohesh si sot ka me përfundu mare mirë. Faleminderit shumë. Tash ti kanë me menu njerëzit që veç deputetëve i përgjigjnë apo jo, secilët veç. Drejtor, si je? A je mirë? Faleminderit. Mirë, faleminderit. Apo jo bësh? Mirë, faleminderit ti. A kishëm hi me vizitu bashkaresht me i po... Po pa problem. Po pa problem. Paske mat... Ja, unë Si kërë paske? Ja, unë ndryshe funksionoj. A ki leje për këto? Po mundona mos më shkjen rregullat. Okej, jena me drejtorin e Hendikosit në Ferizaj, zotin Enver Kosumi. Zoti Kosumi, faleminderit që na prite këto. Paka shumë deputeti mas qaroj problemin në mesazhin e tij, do shta me ardhë vetë këtu më ju vizitu, a mundesh me na kallëzu pak ma detajisht çish funksionon Hendikosi dhe cilat janë sfidat më të mëdha që ju jep. Përshëndetje, faleminderit shumë për vizitën, faleminderit edhe prej deputetit për këtë iniciativë. Hendikos Ferizaj është një organizatë qeveritare, e themeluar vitin 1993 në Ferizaj, mirë po prej 2015 jemi si organizatë etnitet në veti. Aktualisht jemi duke punuar me një staf profesional prej 15 personave, kryesisht ofrojmë shërbimet në fushën e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Në këtë objektin ku jemi është një objekt të cilin Komuna e Ferizajt na ka dhënë me qira. Mirë po E paguni vetë qira? Jo, Komuna e Ferizajt i shpenzimet e qiras, mirë po me objekti kemi qenë më herët, domethënë është rënë për shkak një projekti që ka qenë një projekt madhor për qytetin e Ferizajt, kështu që ne jemi vendosur. Komuna na ka dhuruar një parcel prej dhëtore i vend, ku kemi filluar edhe ndërtimin e qendrës së re, një qendër multifunksionale e cila do të shërbejë për ofrimin e shërbimeve për fëmijët, qendrim ditor për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe të rriturit me aftësi të kufizuar. Objekti vetë është në fazën përfundimtare të ndërtimit, kemi mbetë edhe disa investime që do të bëhen, kështu që investimet janë bën prej njerëzve të mirë, vullnetit mirë, prej donatorëve lokale dhe mërgatës që ka funksionuar në Gjermani, janë prej kontribuesve më të mëdhaj, domethënë që ka qenë ushtre dhe deputetin në fjalë këto, zoti Elmi, i cili edhe ka përveç në aspektin personal që ka kontribu edhe
edhe në organizimin e disa konferencave të cilat janë mbledh fonde për ndërtimin e qendrës. Okej. Do me thonë me çto më fal që po ndërprej. Me çto kushte, me çto financa që i keni pas deri tash keni rri me pru deri në pikë ndërtimin e objektit, mirë po tash e tutje ju i keni sfidat e tjera financiare që ju duhen ekstra deri në përfundim. Po, deri në përfundim. Çfarë shuma flasim realisht edhe realisht shuma me funksionalizu 100% ka vlerën ofër 100.000 euro. E qito kushte që ta shti ku jena, do me thonë, keni hapësirë këgja ngusht, keni 2-3 dhoma, realisht nuk mjafton kjo për me i plotësu krejt nevojat e njerëzve. Jo, realisht për stafin që kemi dhe për fitues që kemi diku 103 fëmijë që morrin shërbime këtu të rregullta ditore, veç mbrana ditës diku në ofrohen ofër 40 shërbime. 40 shërbime? Shërbime individuale për fëmijë me aftësi të kufizuar. Sa fëmijë janë për momentin janë diku në ofër 170 fëmijë të regjistruan në tonë handicap, mirë po shërbime morrin diku 103 fëmijë. 103 fëmijë, këto shërbime i morrin pa pagesë. Pa pagesë, shërbimet janë pa pagesë. Deputet, a mundesh me na kallëzu sa janë të rëndësishme organizatat si Hendikosi edhe sa do të me pas përkraje edhe sa mungon përkraja institucionale me i funksionalizu edhe me i maksimizu shërbimet e organizatave tilla. Ne që jemi tash aktiv në çështjet tona, në angazhimet tona, në punët tona, qoftë si gazetar, qoftë si deputet, qoftë si kryetar, qoftë si ministër, do t'i kemi shumë parasysh këto kategori. Se këto janë kategoritë e veçanta që kërkojnë dhe presin mbështetjen tonë. Ata pa i mbështet ne nuk mund të funksionojnë. Sa është mbështetja ofruar? Sigurisht që është shumë e dëshirueshme. Edhe prej institucioneve, komunë, shtet, po edhe prej shoqërisë. Zonë ti e menaxherja këto. Okej. Ku jena qëtashti në hapësirën e pritjes? Në hapësirën e pritjes, në korridorin e qendrës tonë, prindrit janë duke i prit fëmijët që marrin shërbime. Aktualisht ju ofrojmë 4 lloj të shërbimeve multidisiplinare, shërbime psikosociale, seanca të logopedisë dhe fizioterapisë dhe shërbime të edukimit jo formal. Okej. Tashti këto në dhomë po e shoh nuk jemi në seancë, mund të trokisni të hyni, janë të kryu aktivitete fëmita? Po, janë 2 fizioterapiste, si që ceka dhe më herët për shkak të mungesës së hapësirës fizike, nga njëherë detyrohemi të punojmë 2 terapiste në 2 salla me 2 fëmijë të ndryshëm. Përshëndetje, si jeni? Si kaloni? Përshëndetje, si je? A je mirë? Burime. Qish po kaloni? Burime. Qysh jeni? Mirë, faleminderit. Qish po kaloni? Mirë, faleminderit, mirë shumë. Aktualisht, a mundesh me na kallëzu çfarë aktivitete jeni të e kryes? Po, për momentin jena të i trajtu, unë jam të trajtu fëmijën me paralizën cerebrale. Okej. Jam të trajtu me lëvizje pasive, për shkak që dihet që fëmija nuk është i aftë me bë lëvizje vetë, ose bën lëvizje jo të kombinuara. Okej. E sa janë nevojshme këto shërbime, kjo aktivitet për fëmijët që kanë probleme të tilla? Është shumë i nevojshëm për shkak që mos me lanë fëmijën me degradu ma shumë, ose me ndodhë për shembull mos me pa lëvizje heq në kohë të mëvonshme. Te zojna nuk ekziston Hendikosi, nuk janë qëto shërbime, nuk mujnë me i marë prindrit fala. Sa kushtojnë këto shërbime me i bo privat që? Këto shërbime kostën më tolte ka 20 euro për seancë. 20 euro për seancë, okej. Vetëm në muajin shkurt. Janë ofru brenda qendrës së Hendikosit 468 seanca individuale për fëmijë, 4 seanca grupore, gjithashtu për fëmijë dhe 2 për të rritur. Çka janë këto zonë? Edukimi jo formal. Klasa e edukimit jo formal, fëmijët me aftësi të kufizuara të cilat ndjekin mësimet në shkollë. Pak a shumë është një orë shtesë, këtu në bashkëpunim me institucionet edhe me shkollat punohet me të njëjtin plan individual të arsimit që punojnë mësimdhënës të shkolla. Që ky objekt, sa po ju kufizon juve? Për me mujt me pranu ma shumë fëmijë edhe me pas mundësi me trajtu edhe ma shumë fëmijë se nashta nevoja është shumë e madhe se sa që është aktualisht numri i fëmijëve që i trajtoni. Seancat pa pagesë funksionojnë vetëm përmes organizatave jo qeveritare, pa diskutim që e potencova edhe më herët që lista e pritjes është relativisht e gjatë, kërkesa është shumë e madhe për shkak mungesës së hapësirës na ofrojnë edhe seanca mobile në shtëpi, në kopshte publike, në kopshte private. Do me thonë, Hendikosi Ferizaj, qysh me thonë, e bën God's work,
Kështu është punë vullnetare, është pa pagesë, fëmijët me aftësi të posaçme, me aftësi të veçanta vinë me u trajtu këto. Tashti këto objekti është ç'është, po i shihni kushtet, është shumë i vogël, është u ndërtu një objekt i ri i cili mundet me i përmbush kërkesat, lista e pritjes, ta zona është relativisht e gjatë. Këtu jena me një prej nonave që merr shërbim në hendikosin e Ferizajt. Zonjë, ç'është ki emrin? Lirdona Selime. Okej, ti ki... Unë e kam djalin me aftësi të kufizuar, ku është autik. Shërbimet këtu për neve janë thelbësore, mos them jetike, sepse për fëmijët tanë është shumë e rëndësishme me u vazhdu trajtimi, sidomos trajtimi i hershëm është shumë i rëndësishëm për neve. Privat dihet është e kushtueshme, 20 euro është 45 minuta, ndërsa këto mbas fundeve që i jipen e kemi pa pagesë, edhe është shumë ndihmë për neve. Përshëndetje, si jeni? Këtu jemi të dhoma... Edukimit special, po. Çfarë shërbime tamam kështu ofron dhoma edukimit special? Kryesisht na tu punu me fëmijën i cili nuk është verbal, zakonisht punojna me planet individuale të cilat e kanë edhe në shkollat e tyre që vijojnë çdo ditë. Ka shihni edhe vetë sa ngusht është këtu, domethënë 3-4 veta apo duket sikur jemi me 10-ra. Okej, përshëndetje. Keme, si je? A je mirë? Qysh e ki emrin? Medina. Unë jam Burimi, Medin. Qysh po kalon? Shumë mirë, tash jemi në një seancë. Çfarë seancë është? Kjo është seancë logopedike. Aktualisht janë 15 raste që i trajtoj. Njëra ndër ta është edhe ky fëmija këto. Ne jemi duke punuar këto me një aktivitet ku mundohemi t'ja zhvillojmë gjuhën receptive, domethënë pjesën e të kuptuarit, si dhe të komunikimit. Fillimisht fëmijës i vendosen disa figura të kafshëve, pastaj i kërkohet për shembull me vendos secilën prej tyre në kutinë për kace. Për shembull e pyesim, kush është kjo? Kjo është lopa. Pastaj do të fëmia me vendos te figurat që e sheh. Kjo? E den këto? Delia. Ku e ka vënë Delia? Lep Macedon. Qito? Apo? Kena me mësu krejt bashk. Apo? Medin, të falenderoj shumë, vjen ketë që të pengum proces punës, kalofsh sa ma mirë e suksese. Deputet, a ki kohë ti me ardhë bashkë me neve me shku me vizitu objektin të ashtë e atje ku? Pa tjetër, kërkesa ka qenë e imja që të vini këtu dhe shkojmë të objekti, kështu që jam në dispozicion tuaj nësot, me këtë kapacitetet. Okej, mes mos më lëmë në thuj shumë, mos më shumë. Ja, sa duhet, pasi Sa vës gjellë e cion largë. Gjellë kondicion të shmare. Kondicion po para përgatitje. Sakse. Tash po nisemi të ndërtesa e ndikosit Enver. Është sa larg prej këtu? Një 2 minuta, 3. 2 minuta, ashtu kështu me kerë, jem tu i në shpinë s'po të boj. Jo, pa tjetër. Ajde, po shkojmë tash të ndërtesa e hendikosit e cila ka me pezull, halas është përfundu për shkak mungesës të fondeve, kena me vizitu atje. Apo hypom qëto deputet? Po, Me ta mbyllë, po, e vërtet, okej. Atë një maj në i sanë qëto. So vetura i kanë deputet qështo... Veç qito, a? Edhe kam mbështet që kush e kam mbështet? Sherreti. Sherreti, okej. Këta është. Sharaut Sherreti. Me donacione kryesisht, realisht. Edhe mbjetojnë edhe funksionojnë. Sa është e pysu ma ka nevoj edhe për ma shumë vetura, po. 100% E vërtet, një problem. A hypëm? Po, tash jemi të shku në drejtim të shkollës mesme, ku është i vendosur edhe objekti Hendikos Ferizaj. Kjo është njëri prej objekteve shembull i vullnetarizmit edhe njerëzve të mirë, po shpresojmë se shumë shpejt kemi me funksionalizu dhe komu qenë në shërbim të gjithë. E kjo 100% me donacione është bo. Po, 100% është bo me donacione. So ka kushtu deri qëto? Komuna e Ferizajt përveç parcelës na ka premtu edhe infrastrukturën në e regullu mrena, këtë pjesën e jashtme, rrugën edhe shpenzimet operative gjatë funksionimit të qendrës kanë më konë në menaxhimin e komunës Ferizajt, deri tash dikon janë investuar ofër 500.000 euro, mirë po jo para, domethënë ka pas edhe kompani të cilat na kanë mbështetur me materialet që i kemi pas në të nevojshme. Ky është objekti. Ngomni, për funksionalizimin 100%,
të këtij objekti, duhet edhe një shumë e konsiderueshme e parove rreth 100.000 euro me krejt mjetet e nevojshme, kështu që që to poshtë siguroni kushdo që mundet me kontribu, që to poshtë del gjirollogaria e bankës, kontriboni. Në përfundim është gjuna me met për pak.